E dini se ju mund të përgatisni një nga pijet më të mira për shëndetin e zemrës në shtëpi? Kjo pije është lëngu i kockave dhe është shumë e pasur me kolagjen, minerale dhe aminoacide, që ndihmojnë në forcimin e trupit, mbështesin shëndetin e enëve të gjakut dhe ndihmojnë në uljen e inflamacionit, që është shumë e rëndësishme për zemrën. Për ta përgatitur, merrni kocka viçi ose pule me cilësi të mirë. Vendosini në një tenxhere të madhe, shtoni ujë sa t'i mbulojë plotësisht dhe pak uthullmolle për të ndihmuar nxjerrjen e mineraleve nga kockat. Pastaj, shtoni perime si qep, karrota dhe selino për shije dhe vlera ushqyese dhe lëreni të ziejë ngadalë në zjarr të ulët për 12 deri në 24 orë. Gjatë gatimit, mund të hiqni shkumën që formohet sipër për një shije më të pastër. Pasi të jetë gati, kullojeni lëngun dhe ruajeni në frigorifer deri në 4-5 ditë, ose mund ta ngrini në ngrirje në porcione të vogla për përdorim më të gjatë deri në disa muaj. Megjithatë, është e rëndësishme të përdorni kocka dhe mish nga burime të sigurta dhe të shmangni mishin shumë të përpunuar ose nga kafshë të rritura me hormone dhe antibiotik të tepruar. Dhe personat me probleme të veshkave, tension të lartë apo kufizime të natriumit duhet të konsultohen me mjekun përpara përdorimit të rregullt. Na shkruani në koment se nga cili shteti botës po na ndiqni dhe vazhdoni të na ndiqni për më shumë receta natyrore për shëndetin tuaj.